Betejë në Lipjan po vazhdon. Dje ka qenë një seancë tjetër e gjykatës, cila ka folur për të drejtën e Xhevdetit për pronën dhe të tjerëve banorë, po Xhevdeti e ka marrë pak si primatin për me mbrojtë këtë pronë. Po aku marrë primatin edhe shumica gjysa e ndërtesës gati thoi jashtë e jemja dhe unë e ku marrë pak, kam thonë që unë edhe mi përfaqësu pak a shumë. Okay. Dojnë unë mi përfaqësu në projekt. Qa ndodhe dje në gjykatë? Dje në gjykatën ka ndodhë na kena lyp ekspertizën, puna për me vërtetu, a është kry parkingun në të kësor, parku qytetit, edhe nën kalimi që e lidh rrugë lidhja Prizrenit me parkun nën parkingun. Do me thonë, eksperti e ka para pa në favor tonë që çdo sen u kryen sipas ligjit, edhe nuk e ka pengu as pak gjatë punimeve, edhe që shihet për momenti që shënshtën, do me thonë në prona do të mjë këthy pa tjetër neve, pronarve tokës. Për juve që jeni kyç tash në këtë temë, në këtë video, tema është kjo. Komuna e Lipjanit po do me prish objektin, këshire pak, e shene ma vonë edhe në pamje, për shkak që po thotë po vynë për park, kena me po ma vonë, edhe për nën kalem, ose parkingu nën Tuksor. Problemi është që edhe parku, edhe parkingu janë krytash, po përsëri kryetari për që po vynë kë objekt në prish, për parkingun edhe për park. Po, eksperti që ka vendosur, që ka orë në përfundim? Eksperti ka orë në përfundim. Dje në gjykata, po, prezentu kjo. Dje në gjykata, prezentu këtë dokument, mu i mja vëdhon edhe me veti, kini me marrë edhe jo. Ta prezentu në njerë këtë? Po, do me thonën këto, muni edhe me po, prezentu muni edhe me po, si pas eksperti. Ta lexojnë bashkë, gjatë vizitës në teren, për të konstatuar se është përfunduar projektin në nënkalimit parkingut në Tuksor dhe parkut të qytetit, po gjatë vizitës kena gjetë në teren, se dhe konstatohet se është përfunduar, është realizuar projekti i nënkalimit parkingut në Tuksor dhe parku qytetit dhe është funksional pa dëmtuar objektin e fjallë. Në në shkët e Shqipër mi kalzu, korrigjon nëse janë të kalzu nyshe, është nuk ekziston asnjë arsye për shto 3 projekte që i ka përmend kryetari, nënkalimit, parkingut në Tuksor dhe parku qytetit që ky objekt nuk prit. Domthonë, si mbeti ky këtu, sikur u prish, nuk i hem punë as nënkalimit, as parkingut në Tuksor, as park. Është vërtet. Pra, këtu i kanë ofruar disa fakte. Ka thënë pjesa ndërmjet sheshit dhe linja parkun është 19.5 metra, sipas normave teknike të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, edhe mund të frekuentohet lirshëm. Gjithësia i kanë marrë krejt. Në aspektin konstruktiv është solid të shëndetshmërisë së strukturës, si edhe bashkëngjes një pjesë të ekspertizës për siguruar prova të ndryshme. Foto terene, nënkalimi u kry. Çto është nënkalimi më njëherë? Po. Ç'tje? Ç'tje është hymja tjetër? Hymja tjetër. Fatet kallëzoj. Çfarë të tjera? Pjesa frekuentimit, lidhja sheshit me parkun, domethënë lidhja këtu e ka dokumentuar që nuk pengohet pikë këtij objekti. Do tani pjesa e parkut mbrapa, tash kanë vendosur me kallëzu edhe parkun për juve që s'keni pa deri tash, se kena kallëzuar disa herë. Edhe kjo pjesa që kollimit e njerëzve. Që edhe këtu këtu i bën çto. Ç'kje, po. Domethënë nuk i pengon kërkan, që njerëz po ecën, po çarkullojnë. Qysh e mund çfarë rëndësie ka tash kjo për rast? Për rastin tash ti thot sipas shpronësimit mundi me pa edhe këtu me cek ku është me kimek e banën, dëgjimin publik u caktu kur u votu shpronësimi, u caktu për që e pengon parkun s'mujnë me ba edhe nën kalimin edhe parking. Do me thonë, tash ti po shihet për çka u votuan, edhe këto shihet me shkrim është e bane, që kjo e ka efektin e vetën. Do me thonë, s'ka pengu, tash me si u kry krejtën, do të mu kthy te pronarët, se nuk ka pengu, me ligji ishtë... Kryetari zisa na ka thënë, kur përshëpët për terasës, shumë po mja keqë për të ndërtit. Po, kryetari në të na lejon neve për me ndërtu, unë pe baj qëto media pe baj, në të ma jep lejë nëse i pengon, a i ka qef diçka me po të rej, unë e ndërtoj dhe marë përgjithsi, edhe 100 kat në të ma jep lejë, 100 kat ka me ndërtu lartë. Po se në tani bëna pyetjen tash, ato tjera ndërtesa ranë që janë çto mrapa. Ato apo ta prishin synin pamjen, nuk thanë nëse, domthon ai e ka me çdo objekt. Unë me çdo objekt se aty pi intereson për me marrë për vetë. Aty po din interesat personale tina, ai thot po du me bë. Edhe pse më ka thonë zisari, s'ka shans më shumë se park, s'ka shans. Po ai thot sot ai gjithton kohën ashtu rrajtën. Unë kam fakte që ato rrajt. Okej, ta kanë kallzuar ja kanë ja. Ja kallzu faktet. Ai ka thonë për që ta dolmi te faktet çka po rran me fakte. Kjo është proces verbal i dëgjimit publik. Që u vë dëgjimit publik. Ky ka thonën që i na kon dëgjim publik, që ku jam kush u kon dëgjim publik, rranat që ka thonë i na kon dëgjim publik. Takim, nëse gjoni jo emnin tem qëto, se të banorëve, emnin tem personal po foli,
as banorët nuk janë kanë, qëre. Okej. Këtu i ki krejt, ka më t'i dhanë edhe këtu me Okej, veti i po, merë. okej. Do me thonë krejt. Unë si jam kondëgjim publik. Okej, A në kupton? këtë farë amnin në këtë listën ku merren ku janë shkruar njerëzit kush ka marrë pjesë me 12/10/2022. Dëshim publik, Xhevdeti nuk është kërkon. Tjetra rran. Ai ka thonë, ai ka thonë i na kom personal në zyre ti, edhe na ja kena quk kontët e bankës, edhe aja është rran, edhe aja është rran, po mi e këtë që po thamë, po do të s'kam tjetër fjallor, me thonë, a kuptë. Gënjeshtër, po. Është pyetje se as nuk jam kontë në korë zyret kryetarit, as nuk këm quk kontë numër për mi adhan kryetarit, kjo është në rran, ma s'po di që shme thonë. Kjo edhe kjo bjen poshtë. Tjetra, tash të na shkojnë edhe tjetrën. Tjetër, tash këto shihet intereset e ti. Diskriminimi që bëhet qëre e objektit. Me këto ka bo marrëveshje. Janë motra objekte. Jam ka dhënë po, si pas dëshirës banorëve. Sa ka ndoshtë Sa ka ndoshtë. Kurse me neve këto, na i ka shpërndësu. E ku konë që tjetër konë? Që ja, që atje është halo, ekziston halo. Po, ekziston. Do me thonë, këtu si pas ligjit ka diskriminim edhe nxitje. Se njëjtit jena. Edhe diskriminim edhe nxitje. Ta shtu më me hymë konflikt një tjetër. Më me hymë konflikt, pse ty e më neve jo. A be kuptë? Tjetra tani, këto është ai po thotën që është e komunës tuka. Tuka nuk është e komunës. Ju kisha lut krejve. Ai the ke let mi bin parcelat? Që parcelat, edhe ato ja bi, edhe ato, edhe qëre. Tash i kam unë me parcela, e kena edhe me tapi, edhe alo kena me prun, këtu i kam të dhone edhe këtu, edhe parcelat, edhe krejt shka i kena që, edhe këto kena, certifikat. Okej, të dhënë një personin. Kjo është në fletë poseduse. E mjafton që kjo fletë poseduse, për si dokument. Fletat poseduse e kalzojnë që është objekti. Kjo është baza lokale. Baza lokale, po. Që janë katastrit, po, katastrit. Po, këta i kanë edhe komuna, kreti ka, e di. Po, do me qëtuj, na i kena edhe vjetrat, do me thonë i kena tapi, edhe të kësë Jugoslavis në gjuhën e tyne, i kena këto kreti. Do me thonë t'i jap edhe këto i t'i dërzoj. Të shpushijet edhe që edhe fletat diktojnë që janë të vjetra. Edhe në gjuhë të përkthyne edhe në gjuhë tjera. Në këto dokumente? Në këto dokumente shihet faktikisht që janë të jonja, po pa tjetër. Për cilët vetë? Prej vitit 64-ës. Po janë dokumentat, s'ku foli, por mos me dolë diçka korrekt. Qa ka met prej gjykatës, qa ka met me ndonë? Tash gjykata eksperti ka parapo që projekti nuk ka penguën edhe do të më kthy prona, edhe eksperti ka thonë edhe në gjykatë e ka kallëzu vetëm realitetin, kur gjë. Po tash nëse i kemi gjykatat, unë shpresoj që gjykatat kanë me vendos vërtetën që është, edhe eksperti e ka parapo që janë favor tonë, edhe prona do të më na kthy neve. Sipas ekspertit që ka parapo, unë ja vërdërzoj edhe juve lamë. Për mjaftë shumë paka shumë njerëzve thjesht. Edhe nëse komuna e ka parapo këto me shpërndësu, edhe ka shtin shpërndësim, se pivim për nënkalim, për parkingun në toksor edhe për park, kur ka përfundu këtë projekti dhe më nuk i vynë, qaj prondët me ju këthy qytetarëve. Se që tyne që e kam pas. Edhe tjetra shumë e rëndësi, që a i thëtën i ku mërdzuat 2-3 tjera. E ku më po në lojme të rëtëkës, që ka thonën me një intervju, i ku mërdzuat. Ato janë konë sociale, nuk janë konë sikur prune jona private, po janë konë sociale. A i thotë që ka me rëzu krejt velitet e policijave. Po a i dëshira ti janë se po shije që ka më ndërtu. Unë e kum një edhe si pas... Shqyqare, plani është shqyqare? Plani është shqyqare, shqyqare. Po ditë, kë mundet me thonë... Vesh ka gja objekti mirë, pa gja vend mirë. Veni të qenë. Mire ka menu. Mire ka menu, edhe më po dhamë se... Vesh që e ka menu në tokë t'huj. Tokë t'huj, që unë e kum po me njerës. Unë e kum po me njerës. Edhe unë e ka me shku edhe me ligje s'ka munon kur, ka me shku edhe në gjykatë Strasburgit. Po ndyshe ti e shtetasë Zvicran. Po ndyshe, po. Ti më nëshme ndjek edhe atje? Edhe atje, ka me një, kur s'ka më dërzu vetëm në t'jemi si shembol që me posë drejtsin këtë vend. A uptë, ta shte unë se di që që vendosë gjykatat në ta vendosë, në një respektoj. A munal s'ka munal kur. Për juve që përsëri, po thamë, i këqër një veti tjera të satelite, se ka një seri e vedjeve. Shep, që të është të hymja parkut, e në kalimit, parkingun në tëksor, po. Hajde shpak hina me? Parkingu u kry në ndoksor. Edhe hymja u kry. Qëra atje dalja për mu kysh rrugë, gjithë shka ka përfundu. Hajde hina me? Gjithë shka ka përfundu, ketë funksionale është të funksionu. Për del për këty... E kam prej shiritin, kemi video që e ka promovu kryetari,
Apo kupton se ai po thotë su kry alo, pa ai mund të ton jetën me zgjat, me thon su kry. Sipas kryetarit, që vetëm më bëhen është që pak që e ka bërë që po do në kishte me vazhdu edhe të çiki objekti. Po çish po shihet, por kjo është i projektuar, i përfunduar me tretar, me krejt. me gjithçka, domethënë është i edhe i kufizuar. dizajnuar është. Edhe i kryen është. Nëse kë vendos me bën që të, i bie që veç me lanë thot apo. Po thot me lan. I bie faktikisht i bie që me lan thot. Kurse thot kërko kënena sot dush. E shka i bie ma mirë, unë ju kisha thonë edhe qytetarëve, ma mirë i bie një objekt mu resturu, në të na jep len, ose me ndërtojmë na, qysht kanë qef në ta bojnë edhe aty në mujmë javdhonën për me desh qysht dojnë javë bajone. Qysht dojnë kryetari, a moja bajone, jo aj me orë më marë. Ndërtisën tjetër a ka shpërnsu? Ato e ka bo marrëveshje me banor. E njejta, që aja është motra që thash ma herë. është e njejta. Me ata u marrë vesh? Me ata u marrë vesh, kurse me këta me shpërnsu. Pse me shpërnsu? Se lokalet kanë vlerë të madhe këto. Për atë arsye, atje e ka bo marrëveshjen, kurse këtu ka desh mi marrë lokalet. Ka upta. Edhe na këtu po ditë ashiqare, jo parking, se parking për shumë i sa ka parking. Parking ka sot dush. Po parking është e poshtë. Po parking, jo, ky park po. Ama jo, unë në sens për kuptoj. Nëse e prishit objekte dhe bën park, çka i nimën parkingut në toksor, çka i nimën çti parku? Çish po shihet që sa shumë njerëz të najtë është. Asnjë njeri s'rre sun gjithë këto, hiç. Asnjë njeri s'rre hiç. Veç e ka marru qashtu. Qëllimet janë për me ndërtu. Shkurt e shqip, me thonë. Edhe si banesi qashtu. Një me bo qasi banesi, paka shumë, edhe në ta kuptojnë krejt këto. Kë nuk është qëllimi i parkut, është qëllimi i ndërtimit objekteve të larta. Po si që thash, në të na jep lej neve na ndërtojmë që shkon qefa. Historia përse i vazhdon, ke ka me kompetesh shumë interesant. Për momentin ka Filipionit. Faleminderit.